është një lojë që unë më kallëzo drejt kom pas me moti këto me lujt. Po thosha, po pres edhe pak derisa mendja jeme të thot po me lujt. Okej, mi lexo pak komentet para se mi anis me lujt. E dit që dikush friksohet për këtyre lojrave, po shibe është një fjalë e urt që thot diçka që nuk të frikson, nuk të ndryshon. A din, ke ndodh për çdo sen në botë. Po ja ulon një fjalë, bën e koc aty, ta ulon ta bazë koc, që e ka thonë këtë fjalë. Diçka që nuk të frikson, nuk të ndryshon. Pse? Hajde që e marrim një shembull. Jetu dasht me kësy për një vendit është si një kodër, ama nuk është shumë e madhe, dhe me thonë poshtë është nuk është shumë. Ose hajtë që për marrëm një shembull pak më të lehtë. Je me një klif, me një, çush i thënë në shqip, me një shkëmb. Edhe aty poshtë është ujë, e dikun lartësia është 100 metër. E krejt shokët e tu po kësej në ujë. Në ujë po kësej, në ti po tutësh. Se kur s'ke kësy. 100 metra lartësi, po tutësh me kësy aty poshtë. Në ujë. Tani ti qa thua, atë njëtën unë qështu kom e majta. Atë njëtën unë kom u munu mu tut për di shkafit. Edhe kitë njerëzit kanë me të po që ti jetu tut edhe s'ki me ndryshu. Adin, kime nejtë gjithmonë një njëjti. Po hop që aty ti e thënë gjamin e frikës. Thua edhe unë e kom e kësy. Edhe tani kësen pjatin altit. Edhe dhe me thënë frika tu ka hek. Është një fjallë shumë e fort, ha? Baj taulant, prej taulantit, një fjallë shumë e fort. Shkune koca aty, qitë nënda për TikTok-a, okej?